Tre familje të cilat jetojnë prej shumë vitesh në një godinë shtetërore dhe pronë shtetërore në lagje numër 3 të ish materniteti, rrezikojnë sot t'i dëbojnë nga këto banesa. Sipas Flori Mengshit, ata janë vendosur aty që në kohën e Enver Hoxhës me autorizim përkatës, pasi sistemi i atëhershëm ju kishte prishur banesat e tyre dhe gjatë gjithë kësaj kohe kanë jetuar këtu. Tashmë shteti shqiptar ka nxjerrë një ligj që këta persona mund ta privatizojnë banesën, pasi kjo është shtetërore. E njëjta gjë ka ndodhur dhe me ish maternitetin, e cila ju kthye pronarëve, por që këta të fundit kanë tentuar që të marrin edhe këtë shtesë ku jetojnë këto familje. Neve në këtë banesën tonë në këtu, kemi që në vitin 85 që na i ka dhënë bashkia, ose komiteti ekzekutiv. Në prishi shtëpitë e mia shteti, që më dha vjerim, në vitin 85, edhe më dha këtu, edhe më dha dhe dokumenta, autorizim strehimit. Ja ku është. Autorizim strehimi, dhoma 1+1, më dhanë mua. Autorizime, kontraqiraje, gjithmonë të lidhur me shtetin. Kjo pasuri quhet 1/19, pasuri shtetërore. Tre familjet kërkojnë nga bashkia që të ngrejë një grup pune për verifikimin e dokumentacionit dhe që kjo pronë t'ju jepet atyre, si pronë shtet që është, pasi edhe pas tentativës për t'u marrë ato nga pronarët e ish maternitetit, sërish kjo pronë me numër 19 rezulton shtetërore në sistem. Me pak fjalë, pronarët që pretendojnë ta marrin nuk kanë certifikat për të, por nga ana tjetër kanë bllokuar edhe hipotekën që të lëshojë certifikata pronësie për këtë godinë. Komisioni i ka kthyer atje Zotëria e Shkresës atë pronën e vetë që kishte, spitalin ja ktheu. Se e kishte të tin, 20. Po me gjithë të tin i ktheu dhe 19. Për këtë ne ankohemi që nga viti 95 dhe deri më sot kjo figuron e pasurisë 1/20, e bashkangjitur me pasurinë 1/20. Për këtë ne duam zgjidhje, duam verifikim nga bashkia, sipas ligjit që ka dalë sot, që është ligji 614 për personat që janë futur në këto banesa të ngritura nga shteti dhe të kthyer në fond banese dhe të pajisur me autorizim me strehimi, ka thënë që ne do dalim kontroll dhe do t'i verifikojmë që të gjithë ta personat që janë me autorizim strehimi nga shteti. Pikërisht se kjo godinë shtesë, dikur kuzhinat e maternitetit është shtetërore, këto familje nuk janë trajtuar as me banesa kur bashkia e Pogradecit ndërtoi një pallat për të pastrehet, ku 8 familje që jetonin tek ish materniteti përfituan nga një hyrje, ndërsa këto familje nuk u trajtuan pasi u tha të qëndronin në këto godina shtetërore, të cilat sot pretendohen të jenë private.